Dështimet e Edi Ramës. Edi Rama është figura politike që ka dominuar skenën shqiptare prej vitit 2013, kur mori për herë të parë detyrën e kryeministrit. Ai erdhi me një imazh të ri, duke premtuar rilindje dhe reforma të thella që do të transformonin Shqipërinë, duke luftuar korrupsionin, duke forcuar demokracinë dhe duke zhvilluar ekonominë. Megjithatë, pas më shumë se një dekade në krye të qeverisë, rezultati është larg pritshmërive dhe Shqipëria është përballur me probleme të shumta që kanë ngadalësuar ose penguar zhvillimin e vendit. Në këtë artikull do të zgjerojmë dhe analizojmë në detaj dështimet më të rëndësishme të qeverisjes së Edi Ramës, duke sjellë fakte dhe shembuj konkret që dëshmojnë pasojat e këtyre gabimeve në jetën e përditshme të shqiptarëve. 1. Lufta e pasuksesshme kundër korrupsionit, një plagë e thellë në shoqërinë shqiptare. Një nga arsyet kryesore pse shqiptarët prisnin ndryshim me ardhjen në pushtet të Ramës ishte premtimi për luftë të pap kompromis kundër korrupsionit. Sidoqoftë, realiteti në terren është ndryshe. Indeksi i perceptimit të korrupsionit nga Transparency International vazhdon të tregojë Shqipërinë në vendet më të prapambetura në rajon. Në vitin 2023, Shqipëria zuri vendin e 110 të nga 180 vende të listuara, një pozitë shumë e dobët që tregon mungesën e përparimit. Rrjetet klienteliste dhe nepotizmi janë përhapur gjerësisht. Zyrtarë të lartë shpesh akuzohen për shpërdorim detyre dhe lidhje me grupe kriminale, por pak raste përfundojnë me dënime konkrete. Lufta ndaj krimit të organizuar ka qenë selektive, duke shmangur goditjen e grupeve që kanë lidhje politike, çka nxit perceptimin e një shteti të kapur nga pushteti dhe krimi. Ky fakt ka dobësuar besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore dhe ka penguar investimet e huaja, duke ngadalësuar zhvillimin ekonomik. 2. Autoritarizmi dhe sulmi ndaj medias, një klimë e ngushtë për lirinë e shprehjes. Qeverisja Rama është karakterizuar gjithashtu nga një tendencë në rritje për kontroll dhe censur mbi mediat. Kontrolli i mediave televizive dhe online, një pjesë e madhe e mediave në Shqipëri janë nën kontroll të grupeve të afërta me qeverinë, duke reduktuar numrin e burimeve të pavarura dhe kritike. Presione dhe sulme ndaj gazetarëve, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit kanë dënuar shpesh presionet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve që raportojnë mbi korrupsionin ose abuzimet e pushtetit. Mungesa e pluralizmit dhe diversitetit mediatik pengon formimin e opinionit publik të informuar dhe zvogëlon mundësitë për kontroll qytetar të qeverisë. Kjo gjendje krijon një mjedis ku kritika dhe debati publik janë të kufizuara dhe vendimmarrja bëhet më e pakontrolluar. 3. Reforma të pjesshme dhe të vonuara, sfidat në drejtësi, arsim dhe shëndetësi. Një nga sfidat më të mëdha që Shqipëria vazhdon të përballet është mosrealizimi i reformave të domosdoshme për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe stabilitetin afatgjatë të vendit. Reforma në drejtësi, megjithse Rama ka prezantuar disa ndryshime në këtë fushë, sistemi gjyqësor mbetet i ngarkuar me korrupsion dhe vonesa të pafundme, duke humbur besimin e qytetarëve. Raste të shumta të politizimit të gjyqësorit dëshmojnë për një sistem që ende nuk garanton drejtësi të pavarur. Sektori i arsimit ka pësuar neglizhencë të vazhdueshme. Infrastrukturat janë të vjetruara, programet shkollore jo të përditësuara dhe largimi i trurit vazhdon me ritme të larta. Mijëra të rinj preferojnë të emigrojnë për mundësi më të mira. Shëndetësia është një tjetër sektor ku investimet dhe menaxhimi kanë qenë të pamjaftueshme. Shërbimet publike janë të kufizuara dhe shumë qytetarë janë të detyruar të përdorin sektorin privat, duke u përballur me kosto të larta. Këto dështime krijojnë një mjedis të pafavorshëm për zhvillimin social dhe ekonomik, duke nxitur emigrimin dhe pakënaqësinë në rritje. 4. Menaxhimi ekonomik dhe kriza sociale, një ekonomi që ngec dhe një shoqëri në presion. Qeverisja e Ramës nuk ka arritur të zhvillojë një ekonomi të fortë dhe të qëndrueshme që do të krijonte vende pune dhe do të ulte papunësinë e larë. Rritja e borxhit publik, në vitet e fundit borxhi publik ka arritur nivele shqetësuese, duke rritur varësinë e Shqipërisë nga financimet e jashtme dhe duke kufizuar hapësirën fiskale për investime. Papunësia dhe emigrimi, sipas Instat, papunësia zyrtare në Shqipëri është mbi 12, por realiteti është më i rëndë duke përfshirë të rinj që nuk punojnë dhe nuk studiojnë. Emigrimi masiv i të rinjve është një nga pasojat më të dukshme të mungesës së mundësive. Varfëria dhe pabarazia, shpërndarja jo e drejtë e burimeve dhe shërbimeve sociale ka thelluar hendekun midis klasave, duke krijuar tensione sociale dhe duke u rritur pakënaqësia e qytetarëve. 5. Politika populiste dhe vendime të nxituara, shpesh pa planifikim afatgjatë.
Vendimmarrja në qeverisjen Rama është karakterizuar shpesh nga populizmi, prej vendimeve që synojnë fitimin e simpatisë afatshkurtër në kurrizë të zhvillimit të qëndrueshëm. Mungesa e konsultimit dhe analizës, shumë politika implementohen pa konsultime të gjera me ekspert apo shoqëri civile, duke sjellë pasoja të paparashikuara. Projektet e dështuara, nga disa investime publike të mëdha që kanë rezultuar të shfrytëzuara dobët ose me kosto të larta, deri te vendime që kanë ngjallur protesta dhe pakënaqësi. 6. Menaxhimi i dobët i krizave kombëtare. Tërmeti i 2019, reagimi shtetëror ndaj tërmetit shkatërues ishte i ngadalshëm dhe jo efikas, duke lënë mijëra familje në nevojë për muaj të tërë. Pandemia COVID-19, mungesa e përgatitjes dhe administrimi i dobët i krizës shëndetësore shkaktuan pasoja serioze në shëndetin publik dhe ekonominë. Edi Rama, duke ardhur me premtime për ndryshim, ka dështuar të përmbush shpresat e qytetarëve shqiptar për një jetë më të mirë, shtet ligjor dhe një ekonomi të zhvilluar. Korrupsioni i përhapur, autoritarizmi, mungesa e reformave të thella dhe menaxhimi i dobët i krizave kanë shënuar periudhën e tij në krye të qeverisë. Nëse Shqipëria dëshiron të përparojë drejt zhvillimit të qëndrueshëm, nevojitet një reflektim serioz dhe kërkesa për një lidership të ri, më të përgjegjshëm, transparent dhe me vizion të qartë për të ardhmen e vendit. Vetëm përmes ndryshimit rrënjësor mund të ngrihemi nga sfidat dhe të ndërtojmë një Shqipëri më të drejtë dhe më prosperuese.